74 familje nga Durrësi kanë protestuar sot përpara godinës së kryeministrisë, kundër vendimit të autoriteteve që lidhet me projektin TID për shembjen e banesave të tyre në zonën pranë amfiteatrit të qytetit. Banorët shprehen se janë njoftuar papritur se shtëpitë e tyre do të prishen për t'i hapur vendin një lulishtheje publike, pa u pyetur dhe pa u marrë dakordësia e tyre. Prej ditësh, 74 familjet që preken nga zbatimi i projektit TID kanë nisur të kërkojnë mbështetjen e familjeve dursake për nënshkrimin e peticionit kundër shpronësimeve të padrejta. Sipas protestuesve, procesi i shpronësimit po bëhet me çmime reference, që nuk pasqyrojnë vlerën reale të pronave dhe nuk u japin mundësi të blejnë një banesë të re. Ata thonë se kanë marrë vetëm 3 muaj afat për të plotësuar dokumentet e shpronësimit, ndërsa ndihen të pambrojtur dhe të injoruar nga institucionet. Po na heqin nga shtëpitë tona për një lulishte, pa asnjë alternativë strehimi, u shprehen banorët në protestë. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë protestat deri në anulimin e projektit në formën aktuale.